E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu nga studiot të kanalit Monitor TV, konkretisht të rubrikës tonë të showbizit, për të folur pak për Brikena Selmanin. Brikena Selmani, një personazh jashtëzakonisht e ndjekur kohën e fundit, sot ka qenë shumë aktive në rrjetin e saj social. Nga informacione që ne kemi arritur të marrim deri më tani, kemi kuptuar që Brikena aktualisht ndodhet në Tiranë. Pyetjet janë të shumta se çfarë bën Brikena në Tiranë, pse Brikena ka ardhur në Tiranë. E pam që ishte shoqëruar në benzin që ajo voziste nga një vajzë, domethënë që ishte një bezë goxha klas i viteve të fundit, dhe kuptuam që Brikena ka ardhur për të vazhduar apo për të ndjekur një misionin e saj. Konkretisht, çfarë mund të ndodh, çfarë mund të ndodh me Brikenën. Tani, le të ndalemi, do zbulojmë se çfarë ka ndodhur. Sot kemi nga ato tema që po djegin rrjetin dhe po bëjnë xhiron e mediave ros. Brikena Selmani, ndarja e saj me Mateon, rrugtimi i saj i ri, përflitet që do të jetë në Top Channel. Unë jam munduar që të zbuloj detajet, çfarë po ndodh. Ju e keni parë Brikenën në kohën e fundit. Apo siç e njohim të gjithë tashmë Brikin. Ajo sa po ka hedhur në rrjetet e saj sociale disa pamje që realisht kanë lënë pa fjalë të gjithë ndjekësit. Por mbi të gjitha kanë ndezur alarmet më të mëdha të thashethemeve. Flitet se gjithçka që po shihni është vetëm fillimi i një projekti të madh televiziv. Po, e keni dëgjuar jashtëzakonisht mirë, bëhet fjalë për një projekt tepër të madh televiziv. Zërat lart e poshtë thonë se nga data 11 qershor, Brikena do t'jetë pjesë e formatit të nxehtë të verës Top Arena. Por çfarë po xhiron ajo? Fshehurazi në këtë studio, çfarë fshihet pas këtij shkëlqimi kaq agresiv, dhe mbi të gjitha, apo na thot pamja se kjo bukuroshe sapo ka kaluar një ndarje të dhimbshme. Tema në fakt që po flitet. Tani, ju duhet të qëndroni me ne deri në fund që unë ta dëgjoni analizën që unë kam bërë realisht. Le të ndalemi fillimisht tek vendodhja. Këto pamje të fundit nuk janë thjesht një set i radhës fotografik në Instagram. Sfondi, ndriçimi profesional, harqet që duken pas asaj dhe atmosfera të kujton menjëherë studiot e mëdha të televizionit Top Channel. Me nisjen e muajit qershor dhe me etjen e audiencës për emisionet e verës, Top Arena po bëhet gati të ndezë ekranet që nga data 11 qershor. Po çfarë roli do të ketë Brikena aty? Këto pamje të postuara tregojnë qartë se ajo mund të ketë xhiruar spotin promovues të emisionit, ose ndoshta një klip prezantimi që do t'jepet në natën e parë të këtij episodi të Top Arenës. Veshja e saj e kuruar deri në detajin më të vogël, me shkëlqimin dhe elegancën, tregon se ajo nuk do të jetë thjesht një e ftuar kalimtare. Nuk do të jetë thjesht pjesë e ftesës, por do të jetë pjesë e panelit. Ajo po vjen si një nga figurat kryesore, ndoshta në bashk prezantim, ose si imazh që do të shoqërojë netët e gjata të kampionatit dhe të analizave sportive argëtuese. Mund të ndodhë që Brikena mund të jetë prezantuese ose paneliste. Vetë ajo ka shkruar me ironi mbi postin e saj. Në një postim 10 artikuj nëse duan klikime ata. Brikena po jep material për të gjithë ndjekësit e portaleve. Një mesazh i qartë se ajo e di shumë mirë peshën e asaj në media dhe çfarë lëvizje të saj do të kthej ky lajm. Tani le të bëjmë një analizë pak më të thellë të pamjes së saj, sepse siç thonë ekspertët e modës, veshja flet më shumë se fjalët. Brikena shfaqet me një badi, le ta themi, apo fustan të ngushtë ngjyrë të verdhë, shumë të lehtë, i mbuluar i tëri me shkëlqim, i cili rri si lëkurë e dytë mbi trupin e Brikenës.
Ajo që bie në sy është dizajni i veçantë dhe pjesa transparente e belit që Brikena ka vendosur që të nxjerrë. Është e stilit korse që nxjerr në pa format e saj perfekte. Flokët e gjata bjonde të valsuara në mënyrën më perfekte dhe një grim i ngrohtë që japin asaj pamjen e një dive të paarritshme. Po çfarë na thot ky stil? Tani do me thënë, sipas logjikës të atyre që merren me mod, e kuptojnë shumë bukur. Në botën e showbizit, kur një vajzë kalon një periudhë tranzicioni apo një ndryshim të madh në jetë, ajo e ndryshon pamjen. Që nuk kupton, do me thënë, Brikena, pasi u ndan nga Mateo, vendosi që ta ndryshon pamjen. Ky look kaq sensual, kaq guximtar dhe kaq i kuruar të kujton më njëherë atë që në gjuhën e medias njihet si fustani i hakmarrjes. Me thënë, nëse është një ndarje, atëherë Brikena po i hakmerret Mateos me këtë veshje, sepse unë kujtoj që Mateo ishte xheloz në Big Brother që Brikena të veshte një veshje të tillë. Brikena na duket thjesht e bukur, por ajo duket sikur po dërgon një mesazh fuqie, ku shikimi i saj i sigurt drejt kamerës, qëndrimi krenar dhe buzëqeshja në videon tjetër brenda në makinë, tregoj një gruaj që ka marrë frenat e jetës së saj në dorë dhe është gati që të pushtojë ekranin shqiptar. Tani, në këtë mes, vim edhe te pyetja, a ka kaluar Brikena një ndarje së fundmi, do me thënë duke u bazuar tek pamja e saj? Thashe themet në rrjete kanë qenë të shumta. Me thënë të gjithë kemi thënë që Brikena është ndarë, edhe pse unë nuk e besoj, me thënë të drejtën. Shpeshherë kur personazhet publik nisin e fokusohen kaq shumë te karriera, bëjnë ndryshime drastike në pamje dhe nisin projekte të reja me intensitet të lartë, pas fshihet një mbyllje kapitulli në jetën e saj private. Nëse shikojmë me vëmendje videon e dytë, atë ku ajo ndodhet në makinë, Brikena shfaqet duke u buzëqeshur, e lumtur, e rrethuar me qese blerjesh nga marka të njohura. Tani, a duket ajo si një vajzë që po vuan për një dashuri të humbur? Kjo mbetet një pikpyetje. Por unë them që absolutisht jo. Sepse pamja e saj nuk tregon vuajtje, por përkundrazi tregon lumturi dhe tregon një arritje. Por kjo nuk do të thotë se ndarja nuk ka ndodhur. Përkundrazi, psikologjia e rrjeteve sociale na mëson shpesh që reagimi më i mirë pas një thyerje zemre është pikërisht ky: të tregosh versionin tënd më të mirë, të shkëlqesh në karrierë dhe të jesh më aktive se kur. Brikena nuk po tregon asnjë shenjë dobësie. Nëse ka pasur një ndarje, ajo tashmë ka kaluar fazën e saj të lotëve dhe çdo thashë them dhe çdo vëmendje për t'u ngritur më lart mbetet pikpyetje. Do me thënë, data 11 qershor po starton, Brikena, duke që është tepër e lumtur, do me thënë sot ajo ka bërë regjistrimet e mundësisë së një promos, do me thënë se një reklamës, regjistrimet e një videos që ndoshta do të shfaqet pikërisht në natën kur do të starton ky spektakël, do me thënë televizioni Top Channel, siç duket ka bërë një ndarje të dyanshme, që Mateon e ka vendosur tek Shizon Top, tjetë pjesë e panelit, që besoj që do të ketë një shikueshmëri të jashtëzakonshme, dhe nga ana tjetër, Brikenën e ka vendosur në Top Arena, që edhe Top Arenës t'i jep një vlerë të jashtëzakonshme dhe t'i jep një shikueshmëri të lartë. Do me thënë, jetojmë në kohën e klikimeve dhe luftohet për të për klikime. Unë përsëri nuk e besoj, do me thënë logjika ime që po merrem me këtë punë me vite të tëra, nuk më asocon që unë të mendoj që ky çifti ka përfunduar marrëdhënien dhe sot Brikena është shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur që po nisën këtë rrugtimin e jetës së saj për të treguar linjat e trupit dhe për të shfaqur tek publiku shqiptar. Unë mendoj që marrëdhënia është okay, sepse unë e njoh karakterin e Brikenës dhe e di që Brikena do ta vuante shumë këtë ndarjen, do të thënë është femër që nuk e pranon lehtë dështimin dhe pikërisht mendoj që kjo situata e bën Brikenën që të jetë klikuar. Gjithsesi Brikena ishte jashtëzakonisht e bukur, ishte jashtëzakonisht tërheqëse, ishte jashtëzakonisht njëshe dhe mua më pëlqeu pamja e saj, më pëlqeu dukja e saj, më pëlqeu stili, veshja, mënyra se si kishte zgjedhur Brikena që të vi. Dhe shpresoj që Top Arena do t'jetë
piadestali ku Brikena do të nxjerrën të gjithë format e saj të mendësisë, por edhe të trupit dhe shpirtërore. Unë uroj Brikenës shumë suksese. Shpresoj që të na surprizoj dhe uroj me zemër që të merr nga ky format atë që ajo do.